Familja e mas luftës konë, a do me vazhdu më morë me këto punë, a do më këtu jetës private me morë me familje, unë e kom pas kohë me mendu një javë. Mas një javë një kom thënë, po du me vazhdu. A e vëllën prej sotit, unë e do të mi lanë shokët e me, e më bo me djallin tem, sepse së një mashtroj shokët e me. Unë e kom punu me ta ton jetën në mërgim, diaspor, në emigracion, që do që e qujnë, edhe ti përpason ideologjinë e Rrugovës, edhe unë dohet mi kalzu drejt që unë me djallin tem, nuk jam ma me shok. Shok t'i kam për shpe, për darsma. Edhe për të keq edhe për të mirë. Por ideologjikisht jam me djallin tem. Por tjerë të ruj, edhe tjerëve ju ka thonë mosu përzine, se na nuk i na të shkua atje si kabile në politikë. Do të me dhonë ben edhe tjerëve, apsi edhe tjerëve, tash. Ti u bo një kryeministër me 10 vllaznike në politikë. Një presidente me burra, me kushëre, me baba, me krejt. Dhe ma unë për djoza, e ki fjole. Jo se për mena unë e kërkon neq. Po... E këna me dollë. Një me që të dërë muziki si ideal kështu? Ja që kënë ishtë ideali i mirë, më kalon për shqipe të mirë edhe e ka rritë respektin edhe ma shumë tash. Bravo, a i thot, jallë, mëse duj mu kadri. Jo, unë... Ja pra, është i mirë, është edhe me juve, me siguri. Unë mesoj që gjenerat e djemve edhe vajzave në Kosovë që porrite me lirinë e Kosovës, nuk janë ngarkum. Absolutisht. Nuk janë ngarkum, respektoj artin që e performon, si pjesë të kulturës muzikore. Dhe vajzat i kishë shumë zojat, kryetor. Unë e gjithmonë të thamë kryetor. Faleminderit, të falemderojën e Mikën mas pari, e që kujdes, e përshëndesmin me Mikën. Edhe prendator, falemderit. Se na babalartë së në morë me kredit shumë për... Në kohën, deshta me përmenë që në kohën kër këshia shumë dhe më honë nuk e konë dhe që emisionin një orë ti ke orë bashkë për Mikën. Unë jam të ndru shumë, 24 orë sërë, këmë thirë ti ke qenë... Jam i gatshëm sepse kom pa për fillimit i ke pas mision veti. Edhe më zënë shumë arritja, se tash është luft e eger, jo vetëm në media, edhe politikë. E kom një shok, unë përmenë shpesh, thotë ka ardhë koha e kuantitetit, jo e kualitetit. Bravo, sakt, është e vërtet. E tash nuk ka më rëndësi që ka thu, më rëndësi është sa mobilizon njerëz me të pa. Edhe nuk ka më rëndësi që ka folë, se populli jo ne ka një pjallë që të mirë, thotë, mëse këshërës që ka për thotë, po këshëre kush për thotë. Kush për thotë, e vërtet. Tani ka ndru këta, veç që ka për thuti, sa ma keq, sa ma poshtë, sa ma ronë, kush merë pjesë në garën e pështymës, hajde... Po, e ke pas tonë dhe merë, që dhe po pështymë. Që dhe po pështymë malë shumë. Po, vishëm kemi një bërsh, po nejse... E do, edhe në pështymë që qesin kelbaz, që ta gërditin krejtë. Ma ke pos bërsh me ardhë, kur jem feju, realisht. Ta kom pas bërsh me ardhë, ato, ta kom pas bërsh me ardhë edhe në përvitur të babës, njërë, që e kanë respektu bashkëveprimtarët e ti, Vitia, edhe do të dhe Kosova me i vlerësu njerës të tjilë. Falenderoj, bravo, do të viti për... Po dalmi pak, ma vonë të dalmi për sëri të këtë temat relaksuse, po deshta me inë temë për, dhe me thonë, nuk e di e ke por emisionin me Nafi Qekron, realisht aji i ka akuzut do figura jazëgënisht të rëndësishme të lidhës demokratike të Kosovës, themelus të saj, Jusuf Bogjovin, Sabri Hamitin, Ali Aliun, ka qenë, këtu në emisionet ka thonë që kanë qenë informator të UDB-s. E tash unë e po thëmë edhe njerë ato, mos e këshërë që ka thonë, po kush e ka thonë. Që do me thonë? Për mu, kjo i të pletë kejtë. Një punëtor i UDB-s atërshme. Edhe një njeri që pretendon që njef dosi. Se në dashën nuk e di për shka e kom për cilë atë pjesë. Njerë si Ali Aliu.